Kryeministri Edi Rama thosë se rindërtimi i Ukrainës nuk duhet të presë fundin e luftës nga Polonia, ku mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për Ukrainën. Ai tha se rindërtimi i saj dhe integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian forcojnë qëndrueshmërinë e Europës. Kryetarë shtetësh dhe qeverisht, drejtues të institucioneve financiare ndërkombëtare dhe përfaqësues të biznesit dhe organizatave jo qeveritare nga e gjithë bota janë bërë bashkë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës që po mbahet në Poloni. Diskutimet po përqendrohen tek mobilizimi i investimeve, jo vetëm për të ringritur atë që është goditur nga lufta, por edhe për zhvillimin afatgjatë të Ukrainës, e cila prej 4 vitesh po vazhdon të përballet me sulmet ruse. Kryeministri Edi Rama në fjalimin e tij shprehu qëndrimin e Shqipërisë se Ukraina duhet të sigurojë paqen me të njëjtën vendosmëri me të cilën po mbron lirinë, thot ai, por nga ana tjetër, Rama mendon se njëkohësisht me rindërtimin duhet të ecur dhe me integrimin në Bashkimin Evropian. Besoj se koncepti i këtij takimi është shumë i thjeshtë. Nëse rindërtimi pret derisa të bjerë plumbi i fundit, atëherë do të jetë tashmë tepër vonë. Nga ana tjetër, ne shohim rindërtimin e Ukrainës dhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor si procese që përforcojnë njëri tjetrin. Të dyja kanë bënë me plotësimin e Europës, forcimin e qëndrueshmërisë së saj dhe uljen e cënueshmërive strategjike. Bashkë me rindërtimin e godinave dhe ekonomisë, kryeministri mendon se Kievi po jep një dorë edhe vetë Europës. Rindërtimi nuk është bamirësi, por strategji. Nuk bëhet fjalë vetëm për të riparuar atë që është shkatruar, por për të ndërtuar një Ukrainë demokratike, europiane, moderne dhe të qëndrueshme, duke treguar se e gjithë Europa është e aftë ta bëjë këtë. Ukraina po rindërton guximin e Europës. Europa duhet të ndihmojë në rindërtimin e së ardhmes së Ukrainës. Sektorët më të prekur nga agresioni rus, e për cilat synohet të sigurohen investime, janë energjia, infrastruktura kritike dhe logjistike, por dhe më shumë vëmendje në forcimin e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes. Punimet e konferencës, kryeministri shqiptar do t'i shfrytëzojë për takime dypalçe, një prej të cilëve është ai me komisioneren e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos.